Ndër këto vite, Shqipëria ka pasur një problem të konsiderueshëm që nuk është bërë rivlerësimi në bazë të inflacionit, që do të thotë, sepse unë mund të rritet paga ime me 5%, por në qoftë se inflacioni është në nivelin 10%, atëherë realisht unë nuk kam pasur një rritje page. Se ky ka qenë dhe debati që bëhet gjatë kësaj periudhe. Tani, rritja e pagave në 10 vitet e fundit ka ardhur në proporcion edhe me normën e inflacionit? Jo. Pra, sepse paga është rritur për gjatë viteve të fundit, në 2 vitet e fundit, ka qenë një rritje konsiderueshme, duke quar një nivel page mesatare 830 euro për sektorin publik dhe 770, Gertjana i di më mirë këto shifra, për sektorin privat, pra mesatarisht i bie më pak se 80.000 lek, gjithmonë bruto. Paga mesatare. Ajo çfarë unë doja të përmendja, nëse më lejoni. Kjo nivel, por ne dim se çfarë ka ndodhur me inflacionin për gjatë 10 viteve të fundit, veçanërisht gjatë periudhës pandemike. Një normë atëherë, ajo që unë doja të shtoja, sepse i referohemi shpeshherë pagës mesatare, ndërkohë që nuk është e mjaftueshme, sepse ne në 2 vitet e fundit kemi pasur një rritje të pagave të deputetëve apo niveleve më të lartë drejtuese, ndërkohë që nuk kemi pasur rritje të pensionistëve. Tani, nëse unë do të përktheja këto në terma ekonomik, nëse rritet vetëm le të themi 2 fish apo 3 fish paga një kategorie të caktuar dhe pensionistëve jo, ose atyre shtresave të cilat janë më në nevojë, atëherë në një farë krijohet një lloj spekulimi në treg, sepse rritja e pagave është krijon edhe një rritje të çmimeve. Nëse dua ta lidh dhe me inflacionin, ndër këto vite nuk ka pasur rivlerësim të pagave në bazë të inflacionit. Kanë qenë kryesisht disa kompani private që e kanë bërë, kryesisht sektori bankar, sektori publik jo.